pushteti, posaçërisht në rastet kur SPAK-u qeveriset në 80% të rasteve në pozitivitet. Rasti i Lipjanit, për shembull, është hera ndoshta e katërta, nëse s'gaboj hera e katërt. 2 herë veç ka kalu pa balotazh, edhe hera e tretë është pa balotazh. Pra është goxha një qeverisje e gjatë. Qytetarët, sigurisht tash ka përjashtime në disa komuna, njerëzit edhe janë të kënaqur me arritjet. Bile, jo vetëm anëtarët e asaj partije, pra partisë siç është LDK-ja në Lipjan, ose PDK-ja në Ferizaj, ose në Skënderaj e tjerë. Pa ka rezultate, po ka dhe pritje se do të bëjnë edhe në mandatin qoftë për herë të parë, si kandidat, për shembull, rasti i Mitrovicës, është një njeri që ka dëshmuar, për shembull, si nënkryetari i Bedri Hamzës në Mitrovicë për 4 vitet e deri tashme, janë pritjet e mira dhe shpresojnë qytetarët se do të arrijë. Po ashtu dhe në komuna tjera ku qeverisë, pra PDK-ja, pra ku ka rezultate goxha të mira, qoftë edhe si fituese, po qoftë edhe si pjesëmarrëse në balotazh. Në vendin e dytë, vendin e parë, për shembull, Prizreni ka arritur, Shaqir Tutaj ka arritur të arrisë votën, pra nga zgjedhjet e kaluara para 4 vitesh ka pasur rezultatin. I dyti ka qenë për në balotazh, po ka qenë goxha larg me vota dhe ka arrit ta përmbys me koalicion, pra me LDK-n dhe me nismën socialdemokrate. Ndërsa në komuna tjera, pra, ku ka rezultate, edhe LDK-ja, pra, ka rezultatin po ashtu në Istog, ka pa balotazh. Edhe aty është pritur se do të jetë fitues. Edhe opinionistët në studiot televizive kanë parashikuar këtë, siç është rasti, pra bindës me Ferizajin, dhe dallim, unë për vete nuk kam parashikuar fitoren pa balotazh të kryetarit tonë, pra kryetarit të Malishevës, pra kam qenë shumë i bindur se do të ketë balotazh, duke pasur parasysh se jo që mungojnë rezultatet, ka rezultate, nuk është se nuk ka rezultate në Malishevë, por nuk ka kush e disa rezultate për të fituar garën pa balotazh, sepse në Malishevë ka probleme. Malisheva përballet edhe me probleme tjera, por ka fshatra, ka lokalitete që s'ka pas as një cent investim në 4 vitet e kaluara. Këtë buxheti është fokusuar në qendër komunale. Po flasim si fenomene në nivel vendin në përgjithësi, apo del që shumë më lehtë, po është me mbajt pushtetin kush po qeveris, se sa të përmbyset pushtetin nga partitë opozitare për komuna të ndryshme. Padyshim se më lehtë është të mbahet pushteti, posaçërisht në rastet kur SPAK-u qeveriset në 80% të rasteve në pozitivitet. Përndryshe, për me përmbys pushtetin pos ndonjë kandidat që është shumë i dëshmuar si opozitar, qoftë ai i ri në politikë apo me përvojë politike, përndryshe është vështirë të përmbyset rezultati. Pra një përmbysje ka ndodhur në Prishtinë pra para 4 viteve, po ka ndodhur me koalicion, pra përparim Rama erdhi si ekspert si arkitekt, erdhi nga Britania me përvojë të konsiderueshme atje, e përmbysi rezultatin, po jo vetëm. E përmbysi vetëm në balotazh, pra në rundën e dytë të zgjedhjeve kur u bë koalicion me PDK-n apo me Orhan Ismailin. Edhe rastet të tjera, përmbysja e rezultatit pra pati ndodhur edhe në Prizren, përmbysja e vetëvendosjes pati ndodhur në koalicion PDK-ja me LDK-n ose edhe me nismën socialdemokrate. Po edhe në komuna tjera tash, partitë që janë në koalicion, pra në disa komuna është në balotazh LDK-ja prinë e para. Pastaj vjen vetëvendosja. Në disa raste është në balotazh e para është PDK-ja, pastaj vjen vetëvendosja ose LDK-ja. Edhe raste tjera, pra kur është alianca pra e para në balotazh, siç është rasti i Gjakovës, Suarekës dhe Rahovecit.